Koçi, faleminderit që pranove ftesën. Atëherë, ju dikur keni qenë mbështetësi më i zjarrt i Berishës, ndërsa sot e quani Partinë Demokratike një katastrofë. Çfarë ka ndodhur? Unë s'kam qenë herë mbështetës i individit, ose i Berishës, siç thoni ju, para se jam themeluesi i Partisë Demokratike. Berisha ka për mbrapa Senat. Dhe e dyta, nuk kam dashur kurrë të njësoj partinë me individin. E djatha konservatore, ashtu siç pretendum ne për bërë Partinë Demokratike, nuk kapet tek kulti i individit, por tek partia. Nëse një parti do vazhdoj ashtu siç vazhdojnë edhe sot, duke ngritur kultin e individit, atëherë mund të themi që ajo që kam thënë, të paktën që nuk është më një parti e djathtë dhe aq më shumë që të jetë një parti konservatore. Është një parti e qendrës, ajo që ne nuk deshëm dhe nuk e dëshiruam kurrë, që Shqipëria mos të kishte një të djathtë reale, e cila do sillte zhvillimin në Shqipëri. Kështu që në këtë kontekst është ajo pjesa që unë them që Partia Demokratike nuk është se është një parti e djathtë, mund ta konsideroj si parti të djathtë, ta analizoj si parti të djathtë dhe tu ngjem keq. Pra të them pastaj që është një parti e cila ka humbur çdo vlerë, çdo kontribut të individëve dhe është mbytur dhe mbledhur nga Sorosianët, të cilët drejtojnë Partinë Demokratike. Sot Partia Demokratike është në kaos. A është Berisha duke penguar rinovimin që të gjithë kërkojnë? Berisha është pjesa kryesore e partisë, është kryetari i partisë. Duke parë edhe strukturën se si funksionon Partia Demokratike, domethënë atje, nëse nuk thot Berisha një fjalë, nuk e thot absolutisht askush nga deputetët apo drejtuesit e Partisë Demokratike nuk janë të aftë të ngrejnë kauza, të japin alternativa dhe të japin zgjidhje situatave dhe për probleme që ka Shqipëria. Çdo gjë ata e varen tek Berisha, nuk mund thonë asgjë nëse nuk flet Berisha. Dhe e kanë ngritur Berishën në kultin e individit. Duke qenë kulti i individit, kuptohet që nuk mund të dalë absolutisht askush aty të bëj të kërkoj një strukturim të partisë apo të themi më mirë që të rinovohet ajo parti edhe të futet në shinat e të djathtës, por duke mos pasur konceptin e të djathtës. Ata që janë aty nuk e kanë konceptin e të djathtës, dhe kur them ata, them për të gjithë, pa përjashtim të asnjërit, nuk diskutoj asnjë, domethënë që të them që ta veçoj dikë dhe të them po, ky është i tillë, sepse koha ka treguar, qëndrimet e tyre kanë treguar si në salla e parlamentit, ashtu edhe në ato të partisë që diskutojnë për studie, për këto i kam parë që nuk kanë asnjë lloj alternative. Çfarë ju ka tronditur aq shumë brenda Partisë Demokratike sot? Më ka tronditur pjesa e cila, thash, jam themeluesi i partisë dhe më mundhimësit partia, nuk mundhimësit individi, dhe ajo që është kryesore, jam mundhimësit më tepër Shqipëria, e cila ngelet pa opozit, ngelet pa një të djathtë dhe aq më tepër pa të djathtën konservatore, e cila fatkeqësisht ne e kemi pasur, nuk është se nuk e kemi pasur, por regjimi i atëhershëm bëri atë që bëri duke e kthyer në diktaturë dhe vjen puna pastaj që ai themi më mirë atë që unë përdor gjithmonë, amanetit parëve tanë nuk u realizua dhe ne realisht fajin ndoshta bie edhe tek ne që nuk arritëm ta realizojmë, por në kushtet që ishte Shqipëria, duke pas parasysh edhe pjesën e cila është një Shqipëri me një mentalitet të ndrydhur, të pazhvilluar, dhe kështu që nuk arritëm të ndërtojmë atë të djathtën, dhe sidomos të djathtën konservatore, nuk arritëm të bëjmë një elitë në Shqipëri. Sot fatkeqësia më e madhe e këtij vendi
është se nuk ka elit, ato që gjithë bota e kanë, sepse elita është ajo pjesë që mban përgjegjësinë në raste kauzash, kur vendi ka probleme të mëdha, atëherë është ajo elita e cila zgjidh problemet dhe jep zgjidhje situatave. Një gjë e tillë në Shqipëri mungon dhe kështu kemi ngel gjithmonë tek uni dhe po ta veni re në të gjitha partitë, qofshin edhe ato të vogla, janë parti uni, nuk janë parti domethënë me vizion, një parti e hapur, një parti e cila pranon alternativën, pranon debatin, ngren kauza. Këto nuk i kemi, nuk i shohim tek asnjë parti. Keq të vjen, po ky është situata. Ka një revolt të heshtur brenda demokratëve që ndihen po ashtu të zhgënjur njësoj si ju? Revolta brenda demokratëve, ajo është revolt shpirtërore që ti e ke brenda shpirtit tënd, por ka në strukturat e partisë jo, nuk ka revolt, sepse ata mundojnë gjithmonë për një post, për një shohin, domethënë ata vinë pas teje, shohin ty për shembull dhe thotë inshallah po bëhet kjo ose ky po bëhet deputet apo fillojnë nesër i vën punën. Pra, ato që janë në strukturat e partisë absolutisht nuk presin nga ata që të bëjnë. A ka demokrat, pastaj njerëz të cilët janë identik, domethënë kanë atë mendimin tim që kjo parti është një parti e cila ka humbur vlerat, ka humbur çdo gjë. Patjetër që ka, nuk diskutohet, por problemi është se zëri i tyre nuk dëgjohet, nuk e kanë mundësinë për ta shfaqur. Janë njerëz të cilët nuk kanë guxim edhe ta thonë tek e fundit se duhet është edhe ajo pjesa tjetër pastaj. Dhe duke ngelur edhe pak anonim në ambientet, janë njerëz vetëm që flasin për tavolina dhe për kështu, po jo se brenda partisë nuk ka. Në optikën tuaj apo afrohet një ngjarje dramatike për Partinë Demokratike dhe sa i afërt është kaosi politik brenda partisë? Jo, aty nuk ka kaos politik, nuk ka as drama, sepse aty dihet se komandon Berisha dhe mbyllim, domethënë çdo gjë fillon me Berishën, mbaron me Berishën, kështu që nuk ka ndonjë kaos aty. Për sa kohë Berisha do jetë kryetari i partisë dhe për sa kohë partia do jetë në guackën e saj, të personave, thash edhe një herë, të personave të cilët nuk kanë asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj kontributi për të qenë atë parti, ata janë biles kontributit më të mëdhenj që dërguan partinë në parti sot që quhet Partia e Qendrës, po të ishin ata që do kishin një revolt, do kishin në Partinë Demokratike mjafton të zbatohesh thjesht, vetëm të zbatohesh statuti, asgjë tjetër mos bëhesh, domethënë ajo parti nuk do ishte në të lloj gjë. Mos zbatimi i statutit dhe thash atë që thash në fillim që çdo gjë, çdo fjalë pritet vetëm nga Berisha. Pra, duhet ta thotë diçka Berisha dhe ta marrin dhe ta artikulojnë pastaj nëpër studio, nëpër mbledhjen. Kanë arrit deri në atë pikën që kanë filluar ta imitojnë edhe në lëvizje Berishën. Nga këta njerëz çfarë mund të presësh, domethënë mund të presësh ndryshim nga këta njerëz. Është absurde ta mendosh, jo ta presësh që ta bëj. A mund të shpëtoj Partia Demokratike me ndryshim rrënjësor të drejtimit dhe me kandidaturat e reja që po shohim, apo është një betejë e humbur? Nuk di se kush janë kandidaturat e reja. Ja, puna e kandidaturave është bërë pak si tallse, sepse i mbushet mendja dikujt edhe thotë do bëhem kryetari i partisë apo të hedh kandidaturën për parti në të njëjtën kohë që nuk ka asnjë lloj kontributi në parti. Nuk ka ngritur gjatë gjithë këtyre viteve, nuk ka ngritur një kaos, nuk ka ngritur një alternativë, nuk e ka hapur gojën në asnjë moment. Ajo pjesa është më e thjeshtë akoma se sa të duket. Pra, nëse i afron Berisha shumë i mirë. Nëse i largon Berisha, pastaj ai Berisha është i keq, ai është i tillë, ai është i tillë, është i tillë. Dhe në këtë kontekst tashmë nuk mund të presësh ti që të dalë një kandidaturë. Pse? Sepse kandidaturat dalin gjëja e parë një herë, që të jemi pak më drejt. Gjëja e parë në atë parti nuk mungon fraksioni. Pra, mungesa e fraksioneve brenda partisë bën që edhe kandidaturat të jenë kandidatura po të Berishës themi, ose njerëz të cilët janë rritur në frymën e Berishës. Sepse
partitë e djatha funksionojnë në fraksione, nuk funksionojnë tek uni. Këtu është tek uni. Dhe duke qenë të tillë, këta njerëz tashmë që dalin se u ngel hatri, i kanë heq nga posti, i kanë spostuar, i kanë bërë, ai thot pse të vi ky mos ti e mund. Nga këto cingrimat themi të njerëzve të vegjël në shpirt, të cilët nuk kanë vizione, nuk kanë asgjë, por thjesht, po ti pyesësh çfarë është politika, kam pas dikën në studio dhe vetëm kaq i kam thënë çfarë është politika, më thuaj çfarë është politika që unë të pranoj ty si kandidate. Nuk ti ta asgjë tash. Ose kemi pas rastet e tjera kur kanë dalë, kanë thënë ne kandidojmë për kryetar partie, po si jemi politikan. Tash kur ti thua se unë jam politikan, ky është niveli i partisë, duke qenë partia në këtë lloj niveli, këtë lloj prodhimi do ketë. I them ka herë në buk gruni me miell nisi nuk bëhet. Kështu që kjo është situata që është kjo Partia Demokratike dhe prandaj e shohin të gjithë, e shohin Berishën, e shohin edhe si të keq edhe si të mirë. Pra ata që ju kanë ngel hatri thonë e keqja është Berisha, ata që janë pranë Berishës thonë pa Berishë nuk bëhet. Kjo është fatkesia e politikës shqiptare e Shqipërisë. Nuk është fatkesia e Partisë Demokratike. Partia Demokratike tek e fundit se duhet të kuptojmë një gjë që partitë janë dhe sidomos Partia Demokratike është aseti i këtij vendi, sepse është ngritur mbi kauzën e të djathtës, është ngritur mbi kauzën e revoltës. Edhe kuptohet, tash kjo lloj partie të bie në këtë lloj niveli, atëherë çka kemi? Dhe prandaj them nuk është se është vetëm tek partia, unë se shoh vetëm tek partia, unë shoh tek opozita, ose tek kjo parti e cila ishte partia e shpresës, partia e cila njerëzit të mbështetën, i dhanë çdo gjë, dhe në fund fare u zgënjyen. A ke ndonjë mesazh për demokratët e heshtur, për ata që janë të zgënjur por nuk flasin dhe nuk reagojnë? Demokratët e heshtur që nuk flasin, që nuk reagojnë, nuk di se çfarë mesazhi t'ju përcjellësh, sepse njerëz të cilët nuk kanë asgjë në dorë nuk e di çfarë mesazhi t'ju japësh. Domethënë nuk është se ata kanë gjë në dorë dhe nuk e bëjnë. Ata nuk kanë absolutisht asgjë në dorë. Dhe duke mos pasur asgjë në dorë, nëse dikush nga ata, supozojmë në një takim, mund të pretendojë dhe mund të çohet, thotë diçka, e kupton? Ai në atë moment do spostohet qoftë edhe fizikisht, por do ketë pasojë edhe më mrapa, se kështu është ndërtuar. Dhe në momentin që ti hedh një kauzë, hedh një alternativë, dhe kërkon një ndryshim, kërkon thjesht, supozojmë të ngrihesh në sallë dhe thosh kërkoj thjesht ndryshimin e statutit, në atë moment të gjithë ata pjesa e sallës që janë atje, të gjithë ata do thonë ky është kundërshtar. Pra, një parti që prodhon armiq, përjashtime, e djatha, ku njeh e djatha përjashtime? Djatha se njeh përjashtime fare. Po këta njerëz duke qenë të rritur dhe të mësuar me këtë lloj, dhe ajo që është më e keqja është që kjo gjë është futet edhe te Brezilia, kuptojmë drejt. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh ajo pjesë pastaj që nuk flet më njëri. Dhe do flasin vetëm ata servilët, ata që duken, ata që duhen përfitojnë ndonjë gjë, apo aty të cilët ka dika atje ke podiumi edhe çohet ky nga salla për t'i bërë qefin atij dhe nuk është situata shumë e keqe politike në Shqipëri dhe një vend që nuk ka opozit, nuk ka partner. Kjo është e gjithë. A mendoni ndonjëherë se Berisha do t'i pranoj kritikat tuaja, apo kjo do jetë një luftë brenda partisë? Dgjoj. Nuk është se unë nuk kam pasur edhe kontakte edhe me Berishën. Pavarësisht se unë nuk kam pasur kur asnjë lloj funksioni, qoftë partijak, qoftë shtetëror. Por Berisha nuk pranon. Nuk pranon për shumë arsye. E para që nuk pranon dhe nuk kërkon në mënyrë absolute që të dalë dikush dhe të thotë diçka, atë që nuk e thot Berisha. Gjëja e parë dhe gjëja e dytë kam provuar disa herë, ku kam pasur vërtet lëvizje të mirëfillta
Dhe Berisha nuk i ka pranuar, i ka prishur. Ka prish vetë. Nuk është se ashtu. Pra, Berisha nuk e pranon të djathtë, themi më mirë. Aq më tepër pjesa e reaksionarëve që shifemi akoma me syun. Ne tek PD-ja shifemi me syun e Kulakut, e reaksionarit, e Borgjezit. Pra nuk është parti që e mirëpret këtë. Pavarësisht se Berisha mundohet në çdo gjë ta shtresën tonë ai e ka përdorur. Themi. E ka përdorur gjatë gjithë kohës, e ka përdorur dhe ka përfituar nga shtresa. Nëse Partia Demokratike sot është rrudhur pikërisht sepse ka hik kjo lloj shtrese. Është larguar kjo lloj shtrese. Dhe ata akoma nuk e kanë kuptuar që është larguar kjo lloj shtrese. Duke u larguar kjo lloj shtrese, kjo ishte baza e partisë. Domethënë e gjithë baza e partisë qëndronte këtu. Tash duke u largu kjo pjesë normal, sepse Berisha edhe ka dhe një të keqe të madhe, domethënë ai përcakton edhe se kush është i djathtë, kush është konservator. E kuptoi, caktoi. Supozojmë nëse do të kishte një vizion më të qartë, nëse kërkohet në Parti Demokratike, supozojmë, që 30% duhet të jenë gra. E duhet të thoshe për shkakun që 10% duhet të jetë pjesa e reaksionarëve, e të djathtës, e konservatorëve. Po këtë nuk e pranon. Nuk e pranon se e din shumë mirë. E din shumë mirë që kur jenë në tavolinë, në një parti, në një takim, në një mbledhje, mbledhja zhvillohet nëpërmjet alternativave, nëpërmjet debatit. Jo nëpërmjet asaj që thotë ky, Berisha cakton dhe datën kur do bëhet mitingu, si do bëhet mitingu, caktohet se si do bëhet kjo. A do shkojmë në parlament, a s'do shkojmë në parlament, a do ikim, a do gjujmë gurë, gjithë i cakton Berisha. Kështu që në këtë kontekst, si do ta pranoj kritikën? Ai ishte për ta pranuar kritikën, nuk e kishte sjell partinë në këtë gjendje që jemi. Pra nuk e kishte çuar tek partitë e qendrës. Duke mos pranuar këtë lloj kritikash, duke u marrë vetëm me atë pjesën e përjashtimit, atëherë partia kalon në këtë lloj situate. Dhe kjo është e vërtetuar sepse në momentin që Berisha i ka larguar njerëzit, ata njerëz janë quajtur armiq, nuk janë afruar më tek partia, nuk kanë pas absolutisht asnjë lloj eksesi. Në momentin që Berisha i ka kërkuar për interesin e tij personal, i ka kërkuar dhe i ka rikthyer në parti, ata njerëz janë bërë përsëri ata njerëzit e fortë, njerëzit e duhur, se shoqëri që u hap partia. Pra, nëse do shihni edhe lëvizjet që bën që ta thonë u hap partia, janë po ata njerëz që kanë qenë, Berisha i ka përzëm, pastaj i ka marrë, i ka kthy prapë. Dhe këtë e quhen hapje. Siç ndodhi me deputetët e Lulbashës, që quajti bashkim. Në një kohë kur unë bëra bashkimin real të partisë, Berisha nuk e pranoi. E prishi sepse nuk duhet të jetë Berisha gjithmonë promotor. Pra, nuk duhet të ketë njëri tjetër të bëjë një veprim, një kaos. Nuk e kërkon këtë. Nëse unë dal në protestë për disa javësh dhe kërkoj minimumin etik, Berisha heshti. Në javë të tëra, jo vetëm heshti, po vjen keq ta them, po u dha dhe urdhër që asnjë media mos ta japi. Qoftë nga Rama, qoftë nga Berisha. Dhe kur vjen puna, këtë lloj kauze, të cilën unë ngrita, e bëra, ky nuk e përkrau, arriti ta fusi në programin e Partisë Demokratike, por të cunguar, sepse është një problem. Ti mund të hedhësh ide, po problemi është si zhvillohet ideja. Pra këta vetëm e vjedhin, por nuk din ta zhvillojnë. Dhe ngelin aty pastaj. Po kjo prapë është fatkeqësi, është djegje etapash. Ti djegje etapash. Atë që bën me protestat. Ju e keni parë për shembull del një parti protestë me karrike, rri me javë, me muaj e atje. Berisha bën protestat 2 javore dhe ditore më thet. Çka kanë bërë me këtë lloj skeme? Nëse do ta analizosh, do shohësh që këta kanë privatizuar edhe protestën. Pra duke qenë ai tjetër me karrike aty, duke qenë se Berisha do dali në një datë, ti nuk I lejon as njerëzit të cilët duan të protestojnë. Pse?
Se thot, për qatë protestojmë se do të dalit protestoj ky, ose qatë protestoj, ja doli ai atje po rri ai atje dhe zbën asgjë. Dhe këtu akoma nuk kanë arritur në konceptin që protestat, revoltat, kryengritjet nuk i bëjnë partitë politike. Ata i bëjnë sindikatët. Nuk ka në vend të botës si parti politike të bëjë, për shembull, një nga arsyet të cilat unë e kam thënë, rithënë, dhe thuaja troç fare, dhe vjen puna, nuk e kanë dëgjuar. Nuk e kanë dëgjuar. Shqyrtë paktën mas kaq e kaq thëniesh, deklarimesh, njërën tjetër që hoqën podiumin. Se protest me podium, bëhet protest me podium. Po të paktën këtë të dëgjuar. Por partitë politike nuk bëjnë protest. Dhe këta çka kanë bërë me këtë? Ta bën atë bllokimin e qytetarëve, që mos dalin qytetarët. Kjo është fatkeqësi. Fatkeqësia është që nuk kemi sindikat. Po janë po këta parti politike të cilët i kanë shkatruar sindikatët. Po të shofësh, sindikatët janë bërë milioner. Po të gjithë janë me politikanë nga mrapa. Dhe gjithë pronët e sindikatët, se domethënë të ngresh një sindikat, jo për kaos, por për pronë, vetëm në Shqipëri kanë to. Prandaj jemi në këtë lloj gjendje dhe partitë politike dhe ato që themi që çdo qeveri në Shqipëri, qeverisë e qetë, për sa kohë nuk ka sindikate, për sa kohë nuk ka revoltë. Sepse revoltën e ka marrë partia më dorë. Në asnjë vend tjetër në botës nuk ndodh, por ja që në Shqipëri ndodh. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.